Zirin humor, nuk është aja. Aten, këtu mujna me e kryojnë vetë pa qenë. Mirë. Pse keni qujtë ue show? A vetë që thënë që Hajtë po, ue? Ha? Po, për që ta, dhe më thonë, kër na bëjshëm diçka një merë, a gëjshëm, ue, sa e mirë. Atin? Edhe ue? Edhe hej, ue, vërët mirë, thash ti, hej, po më duke. E kena pas një kompani, na, në për, pa të mbo kompani të imaginume. Mas luftës, u zhvillu gjithë shka. Edhe, dilshin kompani të reja, do më thonë në shërbimet ndryshme dhe me këto të bo muhabet, thash, ta mërmeni thash me bo një farë, kompani e bre që është diqka me do shërbime, kësit që ditëshme, kështu, se njoni tjetër e ne ngucëm me muhabet. E kom qitë ide, tash vjen Fadili. Për aty, të përzicojnë fita i shtinë, edhe një 2-3 fore, shkën, Sadri është gazetar, ai tash na kallzon, jo, që është profesional, këtu është, ku gjeni farborde e kena na atje. A një farborde? Nona vërteton kur qesh e dina që është mirë. Mirë, populli. Po, Populli. Që të rastë të zamë, ajo të nga komunikacioni që kemë, no? Po? Fillimisht publiku i porin të shmija, ata e ngojnë. Edhe ajo tha, farkonge keni bo, e pse tha me mojtë to, se na në sirtare, këna mojtë ato një 6 vjetë. Pollësh. Ja këna ofru dikuj, s'pe përmeni me emën, nuk e ka morë, se sy ka dukt interesant. Edhe mas një kohë, thash, ku është që e komunikacionit vynë do me bo do modifikime, edhe orkestrum vetë na, se unë e orkestrej për shamull djali Fadilit, u bo shumë i mirë, tash fita, edhe orkestrum na vetë e kemë një studio në shpi, për nevojat tonat. Me ju duft të ponat Fatmirit atje i thanin, bërnica im shën. Na i shën via transfer. Me reatur. Edhe e realizum zonin masane, dhe më thonë studio, edhe nëna tha, mos harroni, kjo ka me lezë. Edhe që ashtu ka ndo dhe kanë pëlqy shumë, dhe më thonë njështë. E po, shumë e bukur. A je lindë këngëtar, apo u bërë më vonë? Kjes nuk e se di, nuk shpjegohet, është interesant. Une, për shamull, sikur dikush që e ka një mostër. Fadili me shokët vetë, para se më marrë me këtë punë, unë jem koni vogël, ka formu bende, dikush me gitarë, dikush me qifteli, dikush me këse, edhe une gjithë më jem koni asi tipi që shkaj rasna dhe këshyri. Më kish pas tërhjek. Edhe të punu këta, të ingu unë. Edhe se di si spontanë vërë këmë fillu... Këta të punu ti të u bo këngëtar, këne? Po, të e bo një Të dalë me falsi janë të trenan. Jo, e dini ma mirë se unë në veç juve, ju moj men, dhe me thonë që atëherë shte kam edhe dashnin në një televizion në kondër, në televizion i Prishtinës, kur ju dilshi. Edhe, sidomos në kohën atmosferës festive, fund viteve që unë jam 84 i lindun, tash para menu, jam konë shumë i vojnë kur ju kom po. 84 je linda? 84 të njëm lindë, kur jam njës nuk e di. E qka pote? E 94 të në kemi dalë për e parë Vesh kur thonë, këtyni kanë thonë, kanë lindë një djali, ka lindë i bardhë, kanë thonë, unë Sa në skërbi? Vesh kur dullu. A të qyte? Edhe qka tha t'ju, jo këngëtar është. Edhe unë fillova kështu vetë. Edhe që aty të shpia i kënoj, isha do, baba mi mësojke, kjo mi mësojke dhe kongë, Sadria mi mësojke, Fita mi mësojke, sa i tash, edhe a i filloj me klarinet me kështu, shkova në shkollë fillore edhe e kom post një mësuse i ashtë zakonisht mirë, Ramet Shpirti post, mësusja Pakize Borovina, ajo. Ka dorë të kashi dhe ta përshëndesin, a? Ajo ka, dhejtë që në tu, edhe ajo, pa të thonë, sa, më falë, unë e dole, thash hajtë që unë e peknoj një kongë, Mirë. Mirë, populli. Që të rastë të zamë, ajo të nga komunikacionit që kemë, no? Po? Fillimisht publiku i porin të shmija, ata e ngojnë. Edhe ajo tha, farkonge keni bo, e pse tha me mojtë to, se na në sirtare, këna mojtë ato një 6 vjetë. Pollësh. Ja këna ofru dikuj, s'pe përmeni me emën, nuk e ka morë, se sy ka dukt interesant. Edhe mas një kohë, thash, ku është që e komunikacionit vynë do me bo do modifikime, edhe orkestrum vetë na, se unë e orkestrej për shamull djali Fadilit, u bo shumë i mirë, tash fita, edhe orkestrum na vetë e kemë një studio në shpi, për nevojat tonat. Me ju duft të ponat Fatmirit atje i thanin, bërnica im shën. Na i shën via transfer. Me reatur. Edhe
e realizum zonin masane, dhe më thonë studio, edhe nëna tha, mos harroni, kjo ka me lezë. Edhe qashtu kanë ndodhe kanë pëlqy shumë, dhe më thonë njerëz. E po, shumë e bukur. A je lind këngëtar apo u bëre më vonë? Kjo nuk e se di, nuk shpjegohet, është interesant. Unë për shembull, sikur dikush që e ka një mostër. Fadili me shokët vet, para se më marrë me këtë punë, unë jam koni vogël, ka formu bende, dikush me gitarë, dikush me qifteli, dikush me këse, edhe unë gjithmonë më konë asi tipi që shkoj rrasna dhe këshyri. Më kish pas tërhjek. Edhe tu punu këta, tu ingu unë. Edhe se di si spontanë vërë kom fillu. Këta tu punu ti tu bo këngëtar këni? Po, tu e bo Tu një dalë la... befasi janë të trenan. Ju e dini ma mirë se unë në veç juve ju moj men, dhe me thonë që atëherë shte kam edhe dashnin në një televizion në kondër, edhe televizion i Prishtinës kur ju dilshi. Edhe, sidomos në kohën atmosferës festive, fund viteve që unë jam 84 i lindun, tash para menu jam konë shumë i vojnë kur ju kumpot. 84 je linda? 84 të njëm lindë, e kur jam natë- njës nuk e di. E qka pote? E 94 të kemi dalë për e Veç parë kur thonë, këtyni ju kanë thonë, kanë lind një djalë, ju ka lind i bardhë, kanë thonë, unë Sa më s'ket ditë? Po, jo, sa më di. Vesh kur doli. A të qyte? Edhe që ka tha ty, jo këngëtar është ty. Edhe unë fillova kështu vetë. Edhe që aty të shpia i kënoj, isha do, baba mi mësojke, kjo mi mësojke dhe kongë, Sadria mi mësojke, Fita mi mësojke, sa i tash, edhe a i filloj me klarinet me kështu. Shkova në shkollë fillore edhe e kom pas një mësuse i jashtë zakonisht mirë, Ramet Shpirti post, mësusja Pakize Borovina, ajo. Ka dorë të fasin e ta të shërdesin, a? Ajo ka, dhejtë që në tu, edhe ajo, pa të thonë, sa, më falë, unë e dola, thash, hajtë që unë e peknoj një kongë, unë i kënoj, që tu, por sa dola nga shtëpi, hajtë një, mas nejmë qitë ke para klasës, e nga konë 36 dhe shkollë fillore me të karaktori, mas në erë Drita Rudi, arsimtarja, e filloj hapat e parë të Xixellonjave. Edhe Ma ofroj mu një erdhë me i përzjedh në atë kohë vitet e 90, erdhë me i përzjedh disa talentat për shkollës tonë, disa për shkollës tjetër, edhe mësusja insistoj ke non-stop, ajo provojke, se ke dritë, mos më harra, vish bujarin mos më harra, sa ajo, te mësusja të rritë. Absolutisht. A sa bukur e ke thonë, mësusja të rritë. Shumë e bukur. Unë jam 38 vjeçor dhe edhe 300 të vjetë me jetu. 38 ke bua? Po i kom bo, ka Qka pote që i bone edhe këto? Po të iru. A të irujt? Ka morë menja. Pa i ru, dikur pajt. Shmërin. Aty më për... Mas në erë Drita Rudi, arsimtarja, e filloj hapat e parë të Xixellonjave. Edhe Ma ofroj mu një erdhë me i përzjedh në atë kohë vitet e 90, erdhë me i përzjedh disa talentat për shkollës tonë, disa për shkollës tjetër, edhe mësusja insistoj ke non-stop, ajo provojke, se ke dritë, mos më harra, vish bujarin mos më harra, sa ajo, te mësusja të rritë. absolutisht. A sa bukur e ke thonë, mësusja të rritë. Shumë e bukur. Unë jam 38 vjeçor dhe edhe 300 të vjetë me jetu. 38 ke bua? Po i kom bo, ka Qka pote që i bone edhe këto? Po të iru. A të irujt? Ka morë menja. Pa i ru, dikur pajt. Shmërin. Aty më për